Sasia më e madhe ndonjëherë e eksplozivit është sekuestruar nga policia e Tiranës në mbrëmjen e së hënës. Rreth 100 kg lëndë eksplozivi llojit C4 është sekuestruar fal një superaksioni të nisur muaj më parë. Operacioni Porosia i bluve të kryeqytetit ka çuar në prang nga 4 persona dhe është bërë mundur sekuestrimi i eksplozivit, i cili do të shitej në tregun vendas. Ka dyshime të forta që ky grup që nga 2011 ka mundur të shes rreth 100 kg të tjera C4 dhe që janë përdorur në ngjarje kriminale në Tiranë, Krujë dhe qytete të tjera. Ardian Çipa, numri 1 i policisë së kryeqytetit, ka dhënë detajet e operacionit. Të arrestuarit janë Ilir Perikli Dhimo, Pëllum Xhemal Daci, Emil Kasëm Taku, Artur Adem Çelo. Këta shtetas janë kapur në kushtet e flagrancës gjatë momentit të shitjes së sasisë lëndës eksplozive C4, janë gjetur dhe sekuestruar me cilësinë e provës materiale eksploziv plastik i llojit C4 98 kg, fitil detonator 37 kg, ndesa të minave 3744 copë. Çipa i është përgjigjur interesit të gazetarëve për të shkuarën e të arrestuarve, apo nëse ky grup kishte lidhje me shpërthimet në komisariatin e Fushkrujës, por pa dhënë detaje. Nga hetimet e deri tanishme, ka dyshime se ky grup kriminal ka shitur prej vitit 2011 dhe deri tani një sasi mbi 100 kg lëndë eksplozive tip C4. Lëndë eksplozive e cilat mund të jetë përdorur në ngjarje ndryshme kriminale në qytetin e Krujës, në Tiranë apo dhe në qytete të tjera. 4 personat janë arrestuar në flagrancë në rrugën Sadik Petrela në kohën kur do të shisnin 10 kg C4, ndërsa sqarohet se hetimet vazhdojnë pasi ka dyshime për implikim të personave të tjerë.